Shqipëria ka marrë një iniciativë në bashkëpunim me Departamentin Amerikan të Shtetit, të quajtur Counter Ransomware Initiative, në të cilën kemi si qëllim të jo vetëm të krijojmë një politikë anti-ransomware, por edhe të nxisim dhe të ndërgjegjësojmë të gjithë institucionet që cilat përballen me këtë lloj sulmesh, që kur të mos bien pre e pagesave për të rikthyer shërbimet. Në qoftë se një nga infrastrukturat cilët apo ekspertët cilët janë këtu, cilët mendoj se mund të jenë jo një, po mund të ketë shumë, cilët përballen me këtë lloj situate dhe janë përballur me këtë lloj situate, në asnjë mënyrë nuk duhet që të bëjnë deal, të bëjnë pazar me hakerin për të bërë atë që quhet pra pagesë për rikthimin e të dhënave. Për këtë arsye duhet punojmë në mënyrë dhe duhet mendojmë në mënyrë proaktive për të parandaluar të gjitha rastet në të cilat mund të rrezikojmë të sulmohemi nga ransomware apo nga wiper. Dhe forma më e mirë e saj, ose më e përgjithshme, ka të bëjë me teknikat e kompensimit, duke përdorur një politik backupi në një mënyrë ose një model të quajtur offline. Kjo do të sillte që edhe në rastin kur dhe ka disa lloje teknikash të backupit, të cilat si ato që quhen incremental dump apo physical dump, në të cilat fal këtyre teknikave ne mund të rikthejmë të dhënat deri në një masë të caktuar, pavarësisht se të dhënat origjinale janë komprometuar. Dhe për fatin e keq, Shqipëria këtë vit ka rastisur me 2 sulme të tilla të rënda, ransomware dhe tjetri është wiper, që fshin të gjithë të dhënat të cilat ndodhen në sistemin tuaj, ose fshin fajlat sistem për të bërë sistem operativ të pa butueshëm ose të ndeshëm.